Dhe mbasi e bëri këtë spektakël, Zoti i gjithësisë e krijoi Ademin a.s. Dietarët e Islamit kanë thënë pse Zoti i gjithësisë mbasi krijoi gjithë universin në një mënyrë tepër madhështore. Në fundit fare, mbasi i krijoi edhe universin dhe të gjitha gjallësat, dhe pastaj specifikisht e krijoi tokën. Tokën sinkronizoi miliarda gjëra që të funksionojë dhe kishte vetëm një qëllim. E krijoi tokën për t'ia nështruar njeriut. Tani mbasi ishte bërë gjithë ky spektakël i madh, universal dhe toksor, i madhi Zoti qofshim fal, solli krijesën e tij të dashur. Solli njeriu, i cili emri i tij ishte njeriu të parë Ademi a.s. Pra paqja e Zotit qoftë mbi të. Për të treguar vlerën e njeriut që ne duhet ta kuptojmë gjithë. Neve në publik kemi vajza dhe djemë të ri. Duhet ta kuptojmë gjithë secili prej nesh që Zoti na ka dalluar shumë. Zoti i gjithësisë na ka ngritur shumë. Zoti i madhërisëm na don shumë. Sa ai që t'jep kaq shumë sa na ka dhënë ai neve, ka dashur me tregu vetëm diçka që na vlerëson. Kurani thot: "O laqad karamna bani Adem", e kemi nderuar shumë birin e Ademit. Pra Ademin edhe gjithë njerëzit që lindën janë të nderuar ke i madhi Zot. Vetëm në një rast humbim ne, kur ne nuk e duam më veten tonë. Pra Zoti na don, tokën na nështroi, mbasi i krijoi gjithë krijesat e tjera dhe i nështroi për njeriu, e krijoi Ademin, pra njeriu që jemi dhe ne sot e kësaj dite që po jetojmë, dhe në të njëjtën kohë ai shprehu dashurinë e madhe që ka për ne, kujdesin e madh që ka për ne. Po ta shikosh tokën në cilën ne jetojmë, ka thënë e kam krijuar atë si djep për njeriu. Çfarë është djepi si kontekst? Është djepi do të thotë një vend ku rrin kush, fëmia i vogël, i cili sa ka lind, ka nevojë që të ketë një vend i cili sa më i kujdesshëm, sa më i butë, sa më i dhëmshëm që të rritet fëmia se është shumë i brisht. Dhe njeriu në tokë do ishte shumë i brisht nëse Zoti s'do e kishte përsos tokën kaq shumë sa e ka përsos. Janë miliarda gjëra që janë sinkronizuar që të ketë jetë në tokë. Sepse në sistemin diellor në të gjitha planetet s'ka jetë. Në univers vazhdojnë shkencëtarët të kërkojnë nuk ka jetë. Pse? Duhen sinkronizuar miliarda gjëra që të shfaqet jeta. Dhe mbasi e bëri këtë spektakël, Zoti i gjithësisë e krijoi Ademin a.s.